Falëndërim dhe lavdërimet i takojnë vetëm Zotit të Madhreshëm, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihem dhe falje kërkojmë. Shëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit, kandilin ndriçues të 5 kontinenteve, Muhammedit alayhis salam. Mëshira e Allahut dhe bekimi i Tij qoftë mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, gjeneratën më të mirë që ka pa fytyra tokës dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e Tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, të respektuar, të nderuar të rinj. Ligjërata e tretë muajit janar me temën Qëndrueshmëria në Islam llogaritet kur themeltar për besimtare. Po shkrim një pyetje. A ka mundësi një i ri, një e re, e cila prej momentit kur obligohet me obligimet ndaj vetvetes së tij dhe të saj, ndaj krijuesit të Madhreshëm dhe ndaj krijesave në përgjithësi, a ka mundësi të jetë i qëndrueshëm në rrugën dhe katalogun qiellor që e ka krijuar Zoti i Madhreshëm atë, dhe ai din më së miri se si do të jetojë një njeri deri në vdekjen e tij? Nga kjo fjali mos mendo që është konteksti që njeriu të jetë melek, të jetë angjëll, asnjëherë. Kush prej nesh nuk bën lëshime, kush prej nesh nuk bën mëkate. Jo, qëllimi është që ti do të jesh i qëndrueshëm, duke thënë ose duke u bazuar në një realitet të hidhur, vëren që fillon i udhëzuar me namaz, fillon duke qenë i moralshëm në sjelljet e tija, duke pasur një fjalor të mirë, shembull për të mirë, pa prit mas ndodhe kundërta. Ju që e lën namazin, ju që por ndryshon në tërësi, pse ndodh kjo? Ndodh sepse i mungon një virtyt, që kë virtyt është më të vërtet guri themeltar që njeriu të vazhdojë rrugën e tij dhe të ketë përfundim të mirë kur të jap shpirt para se më dalët ose para se takohet me melekun e vdekjes. Shqisho, i dërguari i Allahut ka qenë ulur me disa prej shokëve të tij. Dhe vjen Omeri radiallahu me madhështinë e tij. Omeri ka qenë një burr që vështirë është përsëritet biografia e tij dhe ka qenë i fuqishëm dhe me shtat të lartë. Është ulur pranë pejgamberit alayhis salam dhe i ka parë disa flokë të thinjura në kokën e Muhamedit alayhis salam. Në sens të humorit i është drejtuar duke i thënë shifte ja Rasulullah, në formë të humorit. Dhe humori është pjesë e besimtarit, ka qenë pjesë e Muhamedit alayhis salam, ka qenë pjesë e gjeneratës më të mirë që ka pa fytyra tokës, por çdo herë duke qenë sa krypa në gjell, jo më shumë. Dhe i dërguari i Allahut përgjigjet jo në sens të humorit, por përgjigjet me një përgjigje shumë serioze, duke i thënë Naam ya Umar, shayyabatni Hud wa akhawatuha. Po o Umar, më ka thinjur kaptina Hud dhe motrat e saj. Momenti kur është ato këtë përgjigje, këtë seriozitet të pejgamberit alayhis salam, kur rreshtja e Omerit fillon duke e pyetur o lime ja Rasulullah, do të përse o i dërguari i Allahut? Përgjigjet i dërguari i Allahut duke thënë fiha aya, do në të do të është një citat kuranor që ai shkaktar që do të unë jam thinjur, fastaqim kama umirt. Është ardhur urdhë në mënyrë imperative nga krijuesi i Madhreshëm që është drejtuar Muhamedit alayhis salam. Në të njëjtën kohë i është drejtuar të gjithë pasuesve të tij, jo vetëm tij, fastaqim, përqendrohu, kama umirt, ashtu siç je urdhëruar, wa man taba ma'ak, dhe ata që janë të nduar, që është besimtarët. Ky është citati kuranor që janë bërë do të shkak që të më thinjën disa flokë Omer.
Që do këtë citat kuranor, a do të rëndsheth në zemrën tënde? Do të rëndsheth zemrën tënde. Po imagjino do plot prej muslimanëve do jo që nuk e rëndsheth, por as që e di që është citat kuranor. As që e di që është citat kuranor. Vjen një burr tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, qul li fil islami shay'an la as'alu anhu ahadan ba'dak." Kë burr që ka transmetime do të më shumë se një, i thot të dërguarit Muhammedit alayhis salam: "Më thuaj një gjë, një këshill aq madhështore, por sa që më thon aq shkurt, shumë shkurt. Do të shqej këshill shumë të madhe që do të pastejet mos e pës askënd." Imagjino. Muhammedi alayhis salam me madhështinë e elokuencës së tij dhe autorisë së tij ja ka përmbledhur krejt islamin me 2 fjali, isë më shumë. Qul thuaj, amantu billah, kam besuar Allahun e madhërisht. Thumma istaqim, pasandej përqendro. Thumma istaqim, pasandej përqendro. Mirë. Sa për informat, nëse ta qymë se do të qëndrueshmëria, është guri themeltar për mua dhe për ty, që dhe ti me pas rrugën e sigurt që me pas një përfundim të mirë. Kështu që, veturat që ne do t'i vozisme do të vazhdimisht. Nëse shkon do tek ata që prodhojnë veturat, fatkeqësisht sot musliman me Prishtinë Malezisë nuk prodhon veturë. Dhe e pyet që prej sa pjesëve bëhet një veturë? Sa është numri? Numri është më shumë se 300.000 pjesë. Ti do të parafërsisht për çdo ditë atë pjesë do t'i kontrollon timonin, ndrimin e shpejtësive, gazin, përmjet atë pjesë një ki funksion do të vazhdimisht. Vetura si veturë është e përdorur prej 300.000 pjesëve, duke përfshirë çdo send, 300.000 pjesëve. Mirë, cila është më e rëndësishmja? Pa asnjë për çfarë është kriju do të vetura? Kerri. Është kriju do të është prodhu, në radiogrike është kriju, apo është prodhu, që njeriu do të shërbej me të duke ecur, do të e fut në lëvizje. Mirë, kush e fut në lëvizje? E fut në motorri. E fut në motorri. Që do thotë, pjesa e motorit apo motori është thelbi, është pjesa më e rëndësishme në mesin e 300.000 pjesëve tjera. Nëse ka defekt në motori, sot kishe pas mundësi ti më arë në gjëmato, për arsye se nuk jep shansë për më lëviz. Është më rëndësi, mirë, a ke mundësi që islamin me përthëku ose me rrumbullaksu me një fjali? Ke mundësi, para kësaj. A bërëm do të dhe një shembull tjerë. Një me bindu që mesin e juaj do të ka do të tregtar, ka do të biznesmena. Zoti madhëshëm ku ashtoft vizionin dhe bëni do të më të vërtet ni'mal malu salih lil malu salih. Njeriu më i mirë është ai i cili ka do të pasurinë më të mirë. Mirë, a mundesh me rrumbullaksu tregtin, biznesin me një fjali? Ke mundësi. Mirë, po ti mundesh të thosh këto tregtia, biznesi është do që ka aktivitete jo 10, jo 100, po me 100 aktivitete. Tregtia është punë e lodhshme, jo çdo kush mund të bëhet biznesmen apo do tregtar. A ke mundësi që me rrumbullaksu tregtin dhe biznesin me një fjali? Ke mundësi, cila është arrëbë? Dietarët që kanë potencuar është fitimi. Nëse nuk fiton, nuk je tregtar. Nëse nuk fiton si je biznesmen, që është tregtari. Mirë, a ke mundësi islamin me rrumbullaksu? Do të me një fjali, ke mundësi, cila është al-istiqama, qëndrueshmëria. Që do thotë, nëse nuk je i qëndrueshëm në parimet që i ke mësuar nga Krijuesi i Madhëshëm, nuk do të vjelësh asnjë fryt të fesë. Islami do të ka fryte. Islami do të ka begatit pa numërta. Nëse nuk je i qëndrueshëm, nuk vjel. Ku është dallimi do të sot e jemi ngrit për ta falë namazin e sabatit? Çfarë jemi ngrit? Mirë, ku është dallimi do të mes atij i cili e ka falë namazin e sabatit dhe atij i cili nuk e ka falë namazin e sabatit? Nuk është pyetje këtu bindja, edhe ai që është fardhu ain, është obligim individual. Edhe ai i cili nuk e ka falë, edhe ai që është fardhu ain, është obligim individual. Ku qëndron do? Tek i pari që e ka falë është i qëndrueshëm. Thumma istaqim, pasandej përqendrohu. Kurse tek i dyti nuk është i qëndrueshëm, është i lohatshëm. Mirë, siç u thot, tash vjen i dërguari Allah ta
takohet me një sahabi, ka të biografi do të gjërë do të këtë. Kjo ka qenë të 17 vjeçar kur e ka bërë këtë pyetje. I dërguari i Allahut i cili u ka mësuar njerëzve të gjëra të mirat, edhe u ka mësuar njerëz dhe i ka motivuar që të jenë të qëndrueshëm, i ka thënë këtij që ka qenë do të i birsuar. Ka qenë do të djalli i pejgamberit alayhisalam rob, por kështu e ka thirrë Harith ibn Muhammed, do të Harith i biri Muhammedit, por pasandej është ardhur stati kuranor dhe është ndaluar. E ka bërë një pyetje shumë çuditshme i dërguari i Allahut. I ka thënë kështu: "Kayfa asbahta ya Haritha?" Ka qenë do të mëngjes. Si e zgjuar o Haritha? Çfarë përgjigje më dhënë që ka jam? Çfarë përgjigje? Haritha do ka pas mësim me dhënë do bi khair alhamdulillah. Shumë mirë jam zgjuar do alhamdulillah falënderim dhe qofshin Zotit, ose do të me përgjigje tonë që do të i lodh çmon. Përgjigjet netës që i kemi do të në shekulli 21. Mirë po është përgjigj me një përgjigje që të merron do nga madhështia e këtij sahabiut, mendje dhe zemër të madhe. Është përgjigj duke thënë o i dërguari i Allahut, asbahtu ka'anni ara 'arsha rabbi bariza, jam zgjuar o i dërguari i Allahut dhe sikurse që jam duke pa arshin e mëshiruesit para syve. أصبحت وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة. Jam zgjuar ai dërguari i Allahut dhe sikurse jam duke i parë banorët e xhenetit duke u kënaqur dhe duke u beqatuar në xhenetin e tij. أصبحت كأني أرى أهل النار يصطرخون. Dhe jam zgjuar se sikurse jam duke i parë banorët e xhenemit duke u dënuar në xhenem. Bindje. Dhe i dërguari i Allahut thotë: "Arafta faksim." E ke mësuar të vërtetën, e ke arrit me njohur të vërtetën, andaj përqëndrohu. A ka frytën me qenë njeriu i qëndrueshëm edhe nëse nuk je i qëndrueshëm? Shiqo, dëgjon tut me precizitet. Këto dy state kuranore do të kombinimi dhe në një konkluz marramendse. Krijuesi ka thënë kështu: Innal ladina qalu rabbuna Allah. Ata të cilët kanë thënë Zoti ynë është Zoti i madhërisëm, është Allahu i madhërisëm. Thumma istaqamu, pasandej janë përqendruar. Tatanazzalu alehimul malaika, do t'ju zbresin atyre do të në mënyrë të vazhdueshme. Tatanazzalu, do të në mënyrë të vazhdueshme njeriu i cili ka bindje të drejtë, një shmërim tek Zoti i madhërisëm, ka do të saktë, ka do ideologjinë ndaj krijuesit, ka do të vërtetë. E ka do të bindjen e drejtë që shkryuesi i madhërisëm do të ka kërkuar. Edhe është i qëndrueshëm do të vazhdimisht në parimet që pasi që ka besuar. Çka do të tanazzalu, do të në mënyrë të vazhdueshme do të zbresin melekët. Çka? Për çka zbresin? Alla takhafu wala tahzanu. Do të për juve nuk ka frikë dhe nuk ka pikëllim. Krijesa është krijesa më madhështore që ka krijuar Zoti i madhërisëm. Dhe çka do të ka thënë alla takhafu la tahzanu? E ka përshën alla takhafu, e ka përshën që nuk ka frikë për të ardhmen. E mbulon dot pjesën e ardhme të kohës. Wala tahzanu, dhe nuk është i pikëlluar dot për të kaluarën. Nuk është i pikëlluar për të kaluarën. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ka thënë një stat tjetër kuranor, ata të cilët kanë thënë se Zoti ynë është Allahu i madhërisëm, për ta nuk ka frikë dhe për ta nuk ka pikëllim. Aha. Si statin tjetër kuranor dhe kombinimi të diçka që është formulë deri në vdekje do mos ta ketë do dërta asnjëherë. Do të sigurohet të lumturia e vërtetë. Ka thënë krijuesi kështu: "Famani taba hudaya, fala yadhillu wala yashqa." Ai i cili e pason udhëzimin tim, fala yadhill, nuk devijohet. Kush nuk devijohet? Mendja e tij. Wala yashqa, nuk mjerohet. Kush nuk mjerohet? Shpirti dhe nefsi i tij. Shpirti dhe nefsi i tij. Ç'do të thotë? Nëse njeriu arrin jetën e tij me kalu, që nuk ka frikë për të ardhmen, edhe nuk është i pikëlluar për të kaluarën, dhe mendja e tij nuk është e devijuar, dhe mjerimi i shpirtit të tij, gjithsesi ai çmon nuk ka mjerim në shpirtin e tij, në nefsin e tij. Ky është njeriu i vetëm i lumtur, askush tjetër. Çdo thotë që nëse ti nuk je i qëndrueshëm, a ke mundësi të më pas shumë traç që do të pram asnjëherë? Nëse ti do të nuk je i qëndrueshëm, për shkak të Zotit i madhërisëm që të mos etiketosh vëllahun tënd, a ke mundësi do të flesh rahat? S'ke mundësi asnjëherë.
Do t'jesh edhe i friksuar për tatën, sepse kush ta fal. Por jo është i pavëshëm, krijesa s'ta fal asnjëherë. Do nëse ti do të ke përgoju do të vllahun tënd, a ke mundësi do të jesh do të iraçëm për të kaluarën tënde? Asnjëherë. Nuk është shenjë mirë ti mos do të mund të përmbërtut shumë minutën. S'ka dëshë do të lash jetën skemi të gjithë, por duhet me vetë si kënç. Do të vetë si kënç, për arsye se do të njeriu i cili do nuk i përmbahet kurrë krijuesit të mëdhenshëm, ai është vazhdimisht frikë, ai është vazhdimisht në stres, është vazhdimisht në depresion, kurse besimtari i cili do të është i qëndrueshëm asnjëherë. Për këtë arsye do pejgamberi alayhis salam do të ja ka rrumbullaksuar do të këtij sahabiu do të kërrej Islamin me dy fjali. Un amantu billahi thumma istaqim. Thuaj, kam besuar Zotin e Madhëshëm, pasandej përqendro. Nuk mjafton vetëm besimi, por pasandej përqendrohu në bërimet që Zoti i Madhëshëm të ka udhëzuar. To janë më e shpeshtë që ka bërë pejgamberi i cili është janë qalbul qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. O ndryshues i gjendjeve të zemrave, ma forco zemrën time në fenë tënde dhe në shtrimin ndaj teje. Ose rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Stat kuranor që do të përsëritet vazhdimisht. O Zoti ynë, mos na shtrënguro zemrat tona pasi që janë udhëzuar. Zoti i Madhëshëm na zbukuroft me qëndrueshmërinë, sepse do të patë qëndrueshmëri, as do të kesh mirëqenie shpirtërore dhe as mirëqenie fizike, sepse kështu do të ka dëshuar Zoti i Madhëshëm ti dalloj ata të cilët i nënshtrohen atij dhe padyshim që do ta kenë një jetë të lumtur në këtë botë dhe një jetë të përjetshme me të mirat e tij që ka përgatitur për robët e tij në botën tjetër. Alhamdulillahi rabbil alamin. مر القرون أترى